Krijimi i njerëzit, pjesa e dytë. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të gjitha botrave. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi dërguarin ton Muhammedin alayhis salam, familjen, shokët dhe ata që ndjekin rrugën e tij derisa të jetë jeta. Ky libër The Developing Human Clinically Oriented Embryology është manual shkencor që është bazë në shkencën e mjekësisë moderne. Është përkthyer në 8 gjuhë. Autori i tij është profesor Keith Moore. Keith Moore, kur në Amerikë u formua një komision për të zgjedhur librin më të mirë në botë të shkruar prej një autori. Ky libër u zgjodh më i miri. U takua me autorin e këtij libri. Ti treguam shumë vargje kuranore dhe thënjet Muhamedit alayhis salam, të cilat kanë të bëjnë me fushën e specializimit të tij me shkencën e embriologjisë. E u pajtua me ato që i treguam. Pastaj i tha: "Profesor, ju në librin tuaj keni përmendur mesjetën. Keni thënë se në atë kohë shkenca e embriologjisë s'ka qenë e zhvilluar dhe se është shumë pak dituri ka mbi të. Në kohën kur tek ju mbizotronte errësia e mesjetës, në gatishëllin arabik u shpall Kurani famlart. Muhamedi alayhis salam njerëzve u transmetoi fjalën e Zotit. Veç të dhënave të tjera shkencore, në Kuran gjejmë edhe përshkrimin e përpikt të krijimit të njeriut dhe etapat në të cilat kalon embrioni. Ju jeni shkencëtar me famë botërore i nderuar profesor. Pse nuk u treguat objektiv dhe t'i shkruanit këto të vërteta në librin tuaj?" Ai u përgjigj: "Faktet janë te ju. Na i ofroni ato." Ne ju përgjigjëm kërkesës së tij. Profesori mbajti fjalën dhe u tregua i guzimshëm, dhe kështu në ribotimin e tretë ai vendosi citatet kuranore. Ky botim është përkthyer në 8 gjuhë dhe është shpërndarë në mbar botën. Të lexojnë shkencëtarët me emër që zotrojnë gjuhët angleze, ruse, kineze, japoneze, gjermane, italiane, portugeze dhe bosnjake. A dietarët e mëdhenj që flasin këtë gjuhë, dhe këto gjuhë tani i lexojnë shtesat e bëra nga Dr. Keith Moore. Në këtë ribotim, profesor Moore në librin e tij me titull Shekujt e mesjetës e veç të tjera shkruan: "Parimi i shkencës në mesjet ishte shumë i ngadalshëm dhe në lidhje me shkencën e embriologjisë pothuajse nuk dihej asgjë." Kaq në Kuranin famlart, librin e shenjtë të muslimanëve përmendet se njeriu krijohet nga përzierja e tajitjeve të mashkullit dhe femrës. Në Kuran ka shumë vargje ku aludohet në atë se njeriu krijohet nga një pikë dhe treguohet se e vendoset në mitrën e femrës si një farë 6 ditëshe. Është i njohur fakti se veza e fekunduar, si ka filluar të ndahet, fillon të zhvillohet gjatë 6 ditë pas fekundimit. Kurani famlar thot gjithashtu se pika zhvillohet edhe bëhet gjak i ngjizur, që në gjuhën arabe përshkruhet me fjalën alaqa. Veza e fekunduar, pasi ka filluar të ndahet, i përngjan shushunjës, dhe në këtë etapë mund të shihet forma e embrionit. Kurani përshkruan me fjalën alaqa, që nënkupton gjakun e ngjizur dhe shushunjën moçalike. Kurse forma e embrionit në etapën që Kurani i përshkruan me fjalën mudga, që do të thotë copë mishi i përtypur. I përngjan një sendi të përtypur në formë çemçakezi, siç shihet. Prandaj, kur i shohim këto pamje, pra embrioni merr formën e njeriut pasi të kalojnë 40 ose 42 ditë dhe nuk i përngjan me embrionit të kafshuar, sepse embrioni i njeriut në këtë periudhë fillon të fitojë veçoritë e njeriut. Allahu i madhruar thot në Kur'an: "I yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath." Ai u krijoi juve në barqet e nënave tuaja, krijim pas krijimin në 3 errësira. Ky varg kuranor aludon në atë se embrioni zhvillohet në brendi të 3 mbështjellësve të errët që janë shtresa jashtme e barkut të femrës, shtresa uterinare, membrana amniokorionike. Për shkak të hapësirës nuk mund të diskutojmë rreth disa referencave të tjera të cilat janë paraqitur në Kuranin e shenjtë dhe që kanë të bëjnë me zhvillimin embrional të njeriut. Ky është artikulli që shkruajti profesor Keith Moore pas studimit të tij shkencor, i cili është shpërndarë në mbar botën. Falënderimi i takon Allahut. Profesor Moore u bind gjithashtu se ndarjet e tanishme në shkencën botërore rreth etapave të zhvillimit të embrionit në mitrën e nënës janë të ndërlikuara dhe të pakuptueshme dhe nuk ndihmojnë as pak në kuptimin e etapave të embrionit, sepse kjo ndarje bazohet në numra si etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5 e tjerë. Ndarja që është përmendur në Kur'an nuk bazohet në numra, por bazohet në format e dalluara dhe të qarta. Në librin e tij, pra në librin e Zotit, në Kur'anin e shenjtë, ndarja përshkruhet me fjalën si far, gjak i ngjizur, alaka, copë mishi përtypur, mudga, eshtra, veshja e eshtrave me mesh dhe formimi i krijesës. Për këtë ndarje kuranore e cila bazohet në forma të caktuara, të cilat dallohen nga njëra tjetra. Profesor Moore thotë se është një ndarje përsosur shkencore, e lehtë, e kuptueshme dhe e dobishme. Në një simpozium shkencor ai tha: embrioni në mitrën e nënës është i mbrojtur nga 3 mbështjellës ose 3 shtresa. Shtresa jashtme e barkut të femrës, shtresa uterinare
membrana amnikorionike, etapa e zhvillimit të embrional të njeriut janë pra të ndërlikuara për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme që beson ai. Prandaj tani ekziston mundësia që të institucionalizohet një rregull i ri për përshkrimin e etapave të embrionit, duke përdorur termat dhe kuptimet që janë përmendur në Kur'an dhe Sunet. Ky rregull i ri dallohet për nga thjeshtësia, saktësia dhe përpothshmëria në embriologjinë e sotme. Studimet e shumta të Kuranit dhe Sunetit gjatë 4 viteve të fundit bën të mundur zbulimin e shumë të rejave rreth embrionit, para të cilave habitet mendja njerëzore. Sipas historisë së shkencës embriologjike, është e qartë se në shekullin e 7 nuk është ditur asgjë në lidhje me etapat e embrionit, të cilat arritën të zbulohen në shekullin e 20. Prandaj përshkrimi i etapave të embrionit në Kur'an nuk është bazuar në njohuri shkencore të shekullit të 7. Përfundimi vetëm logjik është se këto përshkrime Muhamedit a.s. janë shpallur nga Zoti, sepse ai nuk mundi t'i dinte kurrësi këto të vërteta të hollësishme. Kur dije se nuk dinte madje as shkrim e lexim. Pastaj doktor Murit i tham: "Ajo që thatë ju është e vërtetë, por nga faktet e Kuranit dhe Sunetit, në lëmin e shkencës së embriologjisë juve u është dhënë në dispozicion pak. Pse nuk treguoni objektiv duke zgjeruar këtë sfirë shkencore me sqarimin e të gjitha citateve kuranore dhe hadithe, të cilat kanë të bëjnë me fushën e specializimit tuaj?" Profesor Mur tha: "Unë kam shkruar disa shkrime dhe i kam radhitur në vende të përshtatshme në këtë libër shkencor, që ka të bëjnë me embriologjinë. Ndërkaq që nga ky moment ju autorizoj juve që të shtoni në librin tim këto shtesa islame, duke përfshirë të gjitha citatet kuranore dhe hadithet rreth të cilave kemi biseduar dhe diskutuar, duke vendosur ato në vende të përshtatshme. Sqaroni aspektet shkencore të Kuranit në këtë libër. Unë e bëra një gjë të tillë." Pastaj doktor Mur shkroi një parathënie në lidhje me këto shtesa islame dhe ky është libri në cilin e propozoi vetë doktor Keith Moore. Kemi kontrolluar çdo faqe, në të cilën ka të dhëna shkencore rreth embrionit dhe në to kemi vendosur citate kuranore dhe thënjet Muhamedit a.s., të cilat kanë të bëjnë me ato të dhëna shkencore. Ne sot jemi dëshmitar se tek mendjet më të ndritura njerëzore po arrihet zhdukja e paragjykimeve dhe urrëties ndaj Islamit. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit, e atyre që është dhënë dija, e dinë se kjo që të është shpallur nga Zoti yt është e vërtetë dhe udhëzon në rrugën e të gjithfuqishmit dhe të lavdëruarit Allah.